Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16. Përshëndetje. Me shumicë votash, Kasi vendosi të rrëzoi kërkesën për provë për kthyrjen e fletëve të votimit të qarkut Tiranë, që ishte bërë nga Partia Demokratike, por me kërkesë të dy anëtarëve demokrat, Ledio Braho e Elvis Cefa, do të bëhet kthyrja e fletëve të votimit për qarkun Tiranë. Procesi merr kohë për organizimin e logjistikës, pasi qarku më i madh i vendit ka 1282 qendra votimi dhe data për nisjen e procesit do të përcaktohet në një moment tjetër. Partitë politike kanë të drejtën e caktimit të vëzhguesve, ndërsa procesi kthyrret nga administrata e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Kujtojmë se pas akuzave të Partisë Demokratike se mungojnë 130.000 fletë votimi të papërdorura, sot janë hapur për verifikim 233 kuti të tjera votimi. Procesi ka nisur që prej orës 9 të mëngjesit në Vaqar, në një ambient ku KQZ ruan çdo material zgjedhor. Ndërkaq të mërkurën hapen 44 kuti të qarkut Dibër vetëm për votat preferenciale. Në një tjetër zhvillim, Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve rrëzoi ankimimin e Partisë Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore për shpalljen e pavlefshmërisë së rezultatit në qarkun Kukës për 11 majin. Pas 4 seancave sot u dha vendimi duke rrëzuar kërkesën me argumentimin se nuk ishte prova të mjaftueshme. Edhe dyta seancë plenare e Kuvendit pas zgjedhjeve të 11 majit kaloi mes debatesh. Ke 55 deputet 57. Po nga rregulloria nuk kërkohet kvorum për fillimin e seancës, plotësisht funksional. Bëjini thirrje deputetëve tuaj të vinë në seancë. Nuk na detyron dot, ne detyro deputetëve e shumicës. Opozita kërkoi ndërprerjen për mungesë kvorumi dhe hodhi akuza për manipulim zgjedhjesh. Klamur Nokës ju përgjigj Orland Balla. 500 qytetarë në Selanik që kanë futur GPS në Zarpa. Janë 300 në Londër që kanë futur GPS. GPS-ët tregojnë që O Flamur, kjo që thua ti është vepër penale, sepse identifikimi, gjurmimi i votës është vepër penale. Prisi yt legjendar të gjë e ka bërë me radhë nga 1997. Dilte në konferencë për shtyp dhe thoshte më votën zgjedhjet. Replikat në kuvend vazhduan, Gazmet Bardhi dhe Elisa Spiropali. ju e keni kthyer politikën në banditizëm. Ato që nuk guxon t'ia thosh Shqipërisë, as racisti më i fundit në Europë, atë guxon ta thot ai që quhet lideri i opozitës shqiptare. Mes debateve, Flamur Noka bllokoi foltoren e Spiropali përjashtoi. As fyerje, nuk duroj këtu, as zaptim foltore, as gjë tjetër. Largohu se je i përjashtuar. Për humbjen e PD-s, deputeti Dash Sula komentoi. Opozita i ka humbur zgjedhjet për shkak të vetvetes së radhë parë, sepse kemi humbur mbi 250.000 vota krahasuar me vitin 2021. Këtë nuk na bëri Edi Rama. Të bëjmë ne vetë me dorën tonë. Nëse të dhimbset, ende kjo krijesë që ndërtove vetë, i jepi drejtim, tërhiqu dhe lëre garën e lirë të barabartë. Paranisjes së seancës plenare, kryeparlamentarja Elisa Spiropali përshëndeti miratimin e raportit për Shqipërinë në Komisionin e Jashtëm të Parlamentit Evropian. Mirënjohje eurodeputetëve për mbështetjen e qartë të avancimit të Shqipërisë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Dje, Parlamenti Evropian konfirmoi edhe një herë se Shqipëria mbetet një histori suksesi, një vend pararoj për antarësimin dhe një shembull në rajon. Deklaratat e Berishës në samitin e PPE-s, ku tha se jemi narkoshteti i vetëm në Europë, Spiropali i quajti përpjekje të dëshpëruara për të dëmtuar imazhin e Shqipërisë. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Një ngjarje e rëndë u regjistruar në orët e para të mëngjesit të sotëm në rrugën Mihal Grameno në Tiranë. Një 47 vjeçar i identifikuar si shtetasi Gentian Lelçej, punonjës i Gardës së Republikës, u gjeti pa jetë brenda makinës së tij të parkuar në garazhin e banesës ku jetonte. Policia dyshon se i dha fund jetës me armën e shërbimit. Lajmi nga rajoni. Donald Trump ju ka kërkuar shteteve të Ballkanit të pranojnë emigrantët e dëbuar nga Amerika. Administrata e presidentit amerikan po ushtron presion ndaj Serbisë dhe vendeve të tjera të rajonit që t'i marrin, kështu shkruan agjencia lajmeve Reuters duke cituar Bloomberg News. Kërkesat ndaj vendeve të rajonit janë pjesë e një strategjie më të gjerë amerikane për të gjetur qeveri të huaja të gatshme për të pranuar emigrantët e dëbuar, raporton Bloomberg, duke cituar burime në dieni për çështjen. Reuters shkruan se nuk ka mundur të verifikojnë në mënyrë të pavarur raportin. Lajme nga bota.
Presidenti amerikan Donald Trump firmosi një vendim që u ndalon hyrjen në Shtetet e Bashkuara qytetarëve nga 12 shtete përfshirë Afganistanin e Iranin. Një ndalesë të tillë Trump e kishte ndërmarrë edhe gjatë mandatit të parë presidencial. Ai tha se kjo është e nevojshme për të mbrojtur amerikanët nga sulmet terroriste, si ai i 1 qershorit në Colorado, ku persona që protestonin në mbështetje të pengjeve izraelite që mbahen nga Hamasi u sulmuan nga një shtetas egjiptian. Sulmet ajrore izraelite sot vranë të paktën 10 persona teksa ushtria vazhdon ofensivën në territorin palestines. Sulmet vdekjeprurse shënjestruan një zonë ku po strehohen personat e zhvendosur në Han Yunis, disa shtëpi në qytetin e Gazës e në Deir el Bala. Ushtria izraelite ende nuk ka komentuar për këto raportime. Izraeli ka intensifikuar ofensivën e tij duke vënë dukje se synon të mposhtë Hamasin, i cili sulmoi Izraelin më 7 tetor 2023, një sulm që nxiti luftën në Gaza. Sport. Shqipëri-Serbi zbulohet arbitri i sfidës. UEFA ja beson një italiani, ai është Davide Massa, i cili ka drejtuar miqësoren Shqipëri-Gjeorgji më 16 nëntor 2015. Takim që përfundoi 2-2 në stadiumin Qemal Stafa. Ndeshja do të luhet të shtunën e 7 qershorit në stadiumin Arena Kombëtare dhe do transmetohet live në digital, duke nisur nga ora 20:45 minuta. Ndoqët një përmbledhje të zhvillimeve kryesore deri në këto momente. Edicioni informativ i radhës është në orën 17. Unë jam Ervin Nikola. Unë jam Erisilda Doko. Kjo është Top Albania Radio.